Këto janë mbrëmjet e verës në Shkodër. Rrugët, sheshet dhe lokalet janë të mbushura me turistë nga vende të ndryshme të botës, të cilët janë bërë pjesë e atmosferës së qytetit. Vizitorët vlerësojnë mbi të gjitha mikpritjen karakteristike shkodrane, gatimet tradicionale dhe pasuritë natyrore që ofron rajoni, nga Thethi dhe Lumi i Shalës, te liçeni i Shkodrës, Buna dhe Velipoja. Për shumë prej tyre, Shkodra është një destinacion që kombinon natyrën, kulturën dhe traditën në një përvojë të vetme. Jemi nga Anglia, kërkonim një aventurë, një vend ndryshe ku të zhyteshim vërtet në kulturën vendase. Është ende një destinacion jo shumë i zbuluar për turizmin dhe mendoj se është mirë të vish tani, sa e nderuan kulturën dhe autenticitetin e saj. Na pëlqen shumë, është absolutisht fantastike, ka pafund gjëra për të bërë, arkitektura shumë e bukur, njerëzit janë të mrekullueshëm dhe ushqimi është fantastik. Miqtë tanë tashmë do na pyesin si të vim, çfarë të vizitojmë dhe ku të shkojnë. Patjetër që do t'u rekomandojmë të gjithëve. Do të bëjmë ecje në Theth, më pas në Valbojnë dhe në shtegun Peaks of the Balkans. Po ndalojmë fillimisht në Shkodër dhe më pas do vazhdojmë drejt Thethit. Na pëlqeu shumë, ishte një përvojë shumë e bukur. Diçka ndryshe, prandaj vendosëm të vinim këtu dhe na kalojmë pa fjalë. Alpet shqiptare janë të mrekullueshme, vizituam edhe Syrin e Kaltër, Lumin e Shalës dhe atë fshatin. Ndoshta do rikthehemi një ditë. Shqipëria është një vend shumë i vlerësuar, 100% njerëzit duhet ta vizitojnë. Jemi nga Hamburgu i Gjermanisë dhe është hera e parë në Shqipëri. Vendosëm të vinim krejt spontanisht. Na pëlqen shumë ky vend. Kjo pjesë është plot me njerëz dhe ka atmosferë shumë të mirë. Vim këtu çdo verë, qoftë edhe vetëm për një darkë, është fantastike. Më pëlqen shumë që ka kaq shumë njerëz dhe atmosfera është e mrekullueshme. Jam nga Sydney, Australi. Po, më pëlqen shumë. Sapo kemi mbërritur sot dhe kjo rrugë është shumë e bukur. Interesi në rritje pasqyrohet edhe në statistika. Sipas të dhënave të AirDNA, Shkodra ka regjistruar rritjen më të lartë të normës së pranotimeve në tregun e akomodimit afaqshkurtër, ndërsa Bashkia Shkodër raporton një rritje prej 25% të numrit të vizitorëve krahasuar me vitin 2025. Shkodra po zhderrohet gjithnjë më shumë në një destinacion që nuk vizitohet vetëm, por që përjetohet dhe rekomandohet.